Allahun e falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton. A që Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb. Dërsa të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm, dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, këtë hutbë e kemi emëru përmisojeni vetveten që Allahu t'ju përmisoj fëmijët tuaj. Besoj që secili prind e ka një gajle. E ka gajlen e evladëve të tij se çfarë rrugë janë duke ndjek. E ka dertin e evladëve apo hecin drejt, apo shkojnë, që thot populli, apo shkojnë mbar. Ajo të hecë mbar. Nëse i dashur jam, dëshiron që evlat tu me të shku mbar, me hecë drejt, përmisoje veten tënde që përmisimi jut me ndiku të evlat tu. O rob të Allahut, një prej mirësive më të mëdha që Allahu subhanahu wa ta'ala jep njeriut është që Allahu me adhurun një djalë, një evlad, qoftë djalë apo çik, me qenë të devotshëm, me qenë të përkushtum, që adhurojnë Allahun dhe ata të njëjtën kohë kanë maulut për ty pasi që ti ki me vdek, që kjo pasuria më e madhe në dynja. Nuk ka dynja pasuri më të madhe, mirësi më të madhe pas imanit, sa Allahu me t'jep evlad të devotshëm, të përkushtum, që adhurojnë Allahun dhe ata kanë maulut për ty pas vdekjes tonë, dhe që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vdek biri Ademit, i ndalen gjitha veprat. Në përjashtim 3 raste: sadakatin jarije, lëmosha e rjedhshme, ke ndërtu një qeshme, një kru, një shtëpi, ke investu në xhami, ke bon një investim në shkollë, atje ke ndërtu, edhe njerëz përfitojnë prej saj, shërbehen me ato çka ti e ke lënë, se vapi vazhdon me të ardhën varë dhe pse ti ke vdek. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, au ilmin yantafi'u bihi, kalon dije, një dije që njerëz përfitojnë për asaj dije, au waladin salih yad'u lah, dhe kalon thot një djalë që waladin salih, se shkret lojnë pasars. Shumica e njerëzve lojnë trashëgimtar, po është më rëndësi me lojnë trashëgimtar të mirë. Në hadith o përmen, lënë thot djalë, evlad të mirë që lutem për të. Për shumë njerëz dashurit e mi harojnë se mirësia e fëmijëve fillon nga mirësia e prindve, që do të thotë, nëse prindi është shembull në fe, nëse prindi është një shembull i mirë, është burr i mirë në moral, në sjellje, në adhurim, edhe fëmia ka me kon bi'idhnillahi ta'ala. Fëmijët kopjojnë prej babes edhe prej nanës. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon librin e tij famlart në surën Kehf, që shumica për juve apo gjithë ju besoj që çdo gjymoj lexoni surën Kehf, që prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është një ajet për ajeteve në surën Kehf që Allahu na tregon për një tregim mes Musës edhe Khidrit në atë udhëtimin e tyre të përbashkët, kur Khidri boni disa veprime. Një pi veprimeve çka ishte, e pa një mur që ishte duke urrëzu. Khidri a.s. e drejtoi murin dhe tha, wa kana abuhuma saliha, edhe Allahu i regjistroi këto fjalë. Tha dhe babai i tyre ishte njeri i mirë. A shiqoni dashur jam, e mira e prindit ndikon edhe te evladi, edhe te pasuria e evladit edhe në dynja. Për atë kjo është historia e dy jetimëve të dashurit e mi, për cilët Hidri a.s. e ngriti një mur sepse babai i tyre kishte qenë njeri i mirë.
Pra, Allahu i ruajti fëmijët për shkak të devotshmërisë babës. A don Allahu me të rujt evlat, sidomos në këtë zemanin ton, zaman i çuditërave, zaman i fitneve, zaman ku prindi vallahi frigohet edhe rrin sin thera desa i kthehet evladin shpisa thot afu vall, çka tu botash? Çka mundet me gjet jashtë? Sapi baballarëve dhe nanave i kanë qit evlat e vet, i kanë bo gati me shku në shkollë e me dal prej shtëpisë, jo ndal me dur tyne, po janë kthy evlat të tyne në sandek. A ka kështu? Plot po ka. E përcil nana evladin e vet për punë, apo për dalje ti ku dal, i kthehet në mbrëmje, i kthehet në sandek. A don me pas evladit me abon një sigurim? E këpa tash në zemoni janë, tha sigurimi shëndetësor. Mashallah. A e ki pa sigurimin e vladve? Jo këta sigurimet e shtetit. Jo në disigurime më të mëdhaja se këto. Është ajo, cili sigurim? Sigurimi vetë vetës në radhë parë më u bo pej të mirëve, vallahi si jetë pej të mirëve, Allahu kam i tirujt edhe evlad e tu. Ibn Kathiri dashurit e mi të komentua ajetin, wa kana abuhuma saliha, dhe baba i tyre ishte njeri i mirë, thot, ky ajet të regon se njeriu i mirë ruhet aj dhe ruhen pasardhësit e ti nga bekimi i devotshmërisë ti. Sa shtëpi dashurit e mi, sa shtëpi janë ruajtur me bereqetin e namazit baballarëve ton, e gjyshëve ton, e babgjyshave ton, e gjyshëve tona. Këna pas dë gjyshet mira, pasha Zoten, dë gjyshe me namazbez, dë bardh. Jo gjyshe, se tash fjala gjyshe me i pojon dë gjyshet akhiru zemonit me minisha. Gjyshe me minisha, gjyshe ma shumë deshum se veshum. Mamasita, për i dhoj këta djevë të rida, mamasita, mamasita. Të s'pomoj me dhonë se jom një vend ku s'bën du të me i matë fjallë, se ta kësha thonë një fjallë e kom një fjallë të mirë. A gjyshet tona jënë konë Allah, dhe gjyshet mira me namazbez, me namuz, e kanë ledzu Kuranin, e kanë falë namazin, vallahi bereqeti i namazit gjysheve tona, e ledzimi i Kuranit që e kanë bo, na kanë rujtë dhe neve dhe familjet tona. Vetini babalarët e juj, vetini ata që e kanë përjetu luftën, pasha Zoten, ata që në shtëpit e tyre ka pas namaz, në shtëpit e tyre që ka pas iman, vallahi janë kontrujtum. Janë rujt. Allahu subhanahu wa ta'ala dashurit e mi, shumë shtëpi ka rujt, me bereqetin e namazit të prindve të babgjyshve tonë dhe gjysheve tona. Sa shumë fëmijë janë shpëtuar nga e keqja për shkak të lutjes nanës edhe babës. Lutja e nanës edhe babës është e madhe, o dashur jam. Është shumë e madhe. Për atë mos u bë koprat, bën dua për evladin tënd. Mos e neglizho. Bën dua për ta. Wallahi billahi po du me nda me ju. E kom dëgju para një mujve një ligjërat një hoxhës të madh në Arabinë Saudite, që është ligjërus në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Sheikh Abdurrazak al-Badr, hafidhahullah, Zoti e rujt. Pi dietarëve të mëdhenj me dinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kallëzoi kënë një ngjarje interesant që ja kishte treguar një shok i tij. Tha kom një shok i cili tha është polic, i cili mban rend të Gurizi, ku shkakon qabe në haxha apo në umra, apo e ki pa dhe në televizor, e ki pa të Gurizi, aty ne do një policë mban rend, mos me hi ata, sa aty dojnë mu vra aty për me puth gurin e zi. Thesh atu boroja aty, athër gurit zi, të dera e qabes, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, kush viret i qëtë durt në derën e qabes edhe lutet, lutjen Allahu ja pranon. Thot pendini njeri të u lut ke thot me vaj, tu kaj, tu thon, o Zot, ma jep një djall. Ja Allah furnizon me një djall. Kaj ke atë shumë, tha, sa që zoni i ti mu regjistru në vesh të mi, tha, mbetin vesh zoni i ti. Mbas 18 vjetëve, të njëjtin vend, tha, të e bo punë, tha, isha
kur pendini zo, tha, po më gjason, tha, me zonin që e kësha ndëgju para 18 vjetëve. Qaj ke thot dhe thejke, o zët shkatra ma djalin tem, o zët shkatraj ato. Tha gati sot që nuk rash, tha, mbitur me një njerëzve zbrita, tha posht, edhe e mora e nëzira, tha prej ati vendi. I thash, a jeti që para 18 vjetëve që tu u luqë që tu kajt, me të njëjtën gjendje thëshe, o zët ma jep një djallë. Tha po unë e unë vetë qaj. Po tha pse bre pe i bën zullum, tha e vladit tënë. Tha i bën e zullum në herën e parë, tash pe i bën zullum edhe në herën e dytë. Tha e qysh i kon bo, tha zullum në ati herën e parë dhe në herën e dytë. Po tha i ke bo zullum në herën e parë, kur s'ke thonë, o zët ma jep një djallë të kajrit. Po veç ke thyp ke thonë, o zët ama një djallë, s'ke thonë ama një djallë të kajrit. A në herën e dytë, tha pe i bën zullum, kur po i thush, o zët shkatro ma djallin, po pse s'po thush, o zët ullëzë ma djallin. E mora, tha, dhe e ktheva të njëjtin vend, tash lut ju Allahut, me të njëjtat lutje që shje tu i bo, veç thuj, o zët ullëzë ma djallin. Tha e nisi me kajt, bëj ke dua, o zët zbëtja zemrën, o zët ullëzëje. Tha mbas një viti, po vjen po më thirë. Tha e kish një djallë të ri me veti. Po më thot, tha, a peshe këtë djallë, tha, që këtë tha djallë jem, që këtë tha e vladi jem, tha, babes, tha, kalzaj, tha, kalzaj këti, para një viti, në filon dite, se këj kështë mbajt men momente, se baba pasha zotin i mban moment, edhe momente se kër i dhem e për e vladin e vet, edhe orën e mban men precis. Tha, në filon dite në vladi jem, në filon orën, kuj e konë, tha, kalzaj këti. Tha vallahi, tha, jëm konë, tha, të ndajtë në shpe. Për një moment, thot, vesh më ka ardhë, më ngrit, tha, me shku në avdeshone, me marë avdesat, me janis namazin, tha, jëm, tha, për atyne që jëm i dashurum, tha, në namaz, kur, tha, namazin nuk e lo. E du, tha, Kur'anin edhe du sunnetin e pejgamberi s.a.s. A përshë i dashirem duaja, mëse neglizhaj vladin tënë, kur nga bën djali jutë, unë e di që i dhem, vallahi babes i dhem, fat kur e shre vladin të shku davash, ama mëse le shejtanin, si kur se plet pej neve, ja di se ma kanë e shanë, pa thuj Allah i të zoft e vladjem, Allah drejtoft të djali jem. Bënja si kur se që ka bo nana e Sudesit, drejtorit 2 haremeve atje në Mekë, tha kom qenë shumë i gjallë, i vogël. Tha sahar bëj shasher, ma bëj ke nona, Allah i të boft, imam qabes të boft. Qërë nana e mirë, por osi për nanat e për babalarët. Tha të boft, Allah i imam qabes. Tha sot unë jam tha imam i qabes, edhe jam drejtori i 2 haremeve, gjamis pejgamberit edhe i qabes. Doaja e prindit dashurit e mi pejgamberi s.a.s. thot, mes Allahut edhe prindit kur bën dua për evladin s'ka perde, edhe kundërt, edhe për mes Allahut, edhe evladit kur evladi bën dua për prindin nuk ka perde, mos u bëni koprac. Pastaj dashurit e mi, mos mendohu ti prind, se gjë më e vlefshme çka ki me ilon evladit është pasuria në këtë dynjë. Rraqet e kësaj dynjaje, jo, pasuria më e madhe në dynja çka është, që i lëhet e vladit, është besimi, morali, sjellja e mirë. Thot pejgamberi s.a.s. Ma nahala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Thot pejgamberi s.a.s. As një prind nuk jep fëmijës së vet edukatën, dhurat më të madhe, nuk jep fëmijës vet dhurat më të madhe dhe më të mirë, se sa edukatën e mirë. Kështu që përmisojni vetveten dashurit e mi. Përmisojni vetveten që Allahu t'ju përmisoj evlat e juaj. Ruajeni namazin, bëhuni sinqert, bëhuni rob të mirë të Allahut subhanahu wa taala. Punoni me ndershmëri që Allahu subhanahu wa taala kam ja u rujt fëmit e juaj dhe kam ju bo fëmit e ndershëm, sikurse rasti i Mubarekut. Baba i Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ka qenë alim pi alimave më të mëdhej që e nje historia e njerëzimit. Abdullah ibn Mubarak e ka pas bab Mubarekun, nuk ka qenë hoxh. Nuk ka qenë hoxh. Nuk ka qenë do të thot njeri me autoritetin mesin e njerëzve. Jo, qa pas ka qenë ky Mubareku, ka qenë punëtor i thjesht i cili u kujdes për plantazh matrushit, argat hesapi që thojmë na.
Ti ndoshta kanë herën ndonjë argate në nshmon, po shajt Allahu subhanahu wa taala, o më i mirë se ti e ule, që ti e une grojmë kërë ndoshta shumë të shtrejt, e ki shpi shumë të shtrejt, e ki shumë autoritet, e të njohin këtë njerëz, e të qojnë kërëm këtë njerëz, po qatje të luma, ti që na i shpesher ndoshta i nënshmojmë qata të Allahu subhanahu wa taala munden më konë 100 herë më të mirë se na, munden më konë sikur se shembull ishte i Mubarekut. Ka qenë shërbëtor të zotëria i vetja ka është kujdes për plantazhin e rushit. Në ditë i ka ardhur zotëria dhe i ka thonë, o Mubarek, mi pruj disa kokra rush. Mi pruj disa kokra rush se po du me e kërku rushin. Ja prun një kokër rush, i del e thept. Thot pruma një tjetër. Ja prun apet e thept. Thot pruma një tjetër, shkon të unë rëvëzu. Deri sa dikur i thot, as dinti me dalu të theptën për të ombles? Që disa orë po të kërkoj, po ma pru të theptën. Thot, vallahi, thot unë që 20 vite punoj të ti, ndëgjaj. Thot unë që 20 vjetë punoj të ti, vallahi nuk di ku është rushi i theptë dhe jombel. Se ti kun kem arë në punë, kem arë mu kujdes për punët e rushis, kem arë tu me ta kërku rushin. E thirë gru, thot, o gru, thot, thire qiken, thot, se e gjetën burin qikës. Pre që ti, Mubarekut, ka dal Abdullah ibn Mubarek. Abdullah ibn Mubarek që ka qenë alim i madh, dietar i madh, që kur të përmendet në historinë islame, përmendet në pjedestal, përmendet veç për të mirë. A do në evlad me i pas të halalit, me i pas të hajrit, këshur që ka po i qënë shpi, këshur me që ka po i ushqen, këshur që ka i tu jep me hongër, këshur që ka po i jep me pi. Wallahi billahi, rujeni veten që Allahum ja urrit evlat e juj edhe për fund dashurit e mi du me përmbyll me fjallën Allahut, që shka thot Allahum Kur'an. Para kësaj, para jetit falemni, dije, o musliman, se ti mundesh më bo sebeb për me humbe vladin tënd. Shumë kisha pas qef që to shtash me ma marrë vesh. Po du me lexua edhe njëherë. O musliman, mas u bëni shkaktar me i hum fëmit e juj. Si ka mundësi me i hum njëri u fëmit e vetë? Sa prind i kanë hum fëmit e vetë, sepse vetë kanë qenë të pa kujdesum. Kanë qenë të pa kujdesur ndaj namazit. Kanë qenë të pa kujdesshëm ndaj halalit edhe haramit, po du të me pas shumë kujdes. Harami kur gofan, ta djek shpirtin, ta djek. Kujdes, se ti mundesh më bo shkak me i hum e vlat e tu. Allahu ka premtu se ka me i bashku në xhennet ata që kanë qenë devotshëm me familjet e veta. Që ka thot Allahu në Kur'an? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum. Thot Allahu, ata që kanë besu dhe pasarësit e tyre i ndoqen, ata me besimin e tyre, jo baba Haxhi e djali Dilingji. Baba Haxhi djali Dilingji. Baba Haxhi djali Rakizhi. Jo, kështu shkon. Nuk shkon kështu. Nuk shkon, vallahi nuk shkon kështu. Duhet me marrë me këshyr shumë mirë, me këshyr e vladin tënë. Nëse do në me hinket ajet Allah bëllot, ata që besuan dhe pasarësit e tyre e ndoqen besimin, ne do t'i bashkojmë ata dhe pasarësit e tyre ku në xhennet. Pra mirësia jote, për fond, mirësia jote sot është arsy, te thëmë ma ndryshe, se po mdoke shumë, kanë herë po foli si fort, se kom shumë merak, me ngrit, si me mbajt ligjeratan në fakultetin, pak ma për tokë, te thëmë ma për tokë. Sot o i dashur jem punë të tuja të mira që i ban, sot ti që namazin e ban, agjeran, jeb zeqat, ban punë të mira, largosh pe harameve, ato që to vepra kanë mu bo shkak me të bashku nesër në ahiret me evladën dhe me familjen tonde. E tashti zgjidh për veten çka don. Se na kur po ndahemi po na dek dikush këto në dynja, po kukasim. Dynja, ndarja në dynja është e shkurt. Shkurt është. Ku Zoti na rujt me bo munda në ahiret. E në ahiret vallahi po, në ahiret kanë munda besimtar dhe jo besimtar. S'ka me gjuzon. Nuk ka në mes ande, ja besimtar, ja besimtar, ja jo besimtar. E besimtar të pashybe se kanë me qenë bashkë në xhennet,
e jo besimtarët, po shybe se edhe ata kanë me qenë bashkë në xhehenem. Allahu na rrit prej zjarrit të xhehenemit neve për ndërit ton. Dhe gjithë muslimanët aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu.